dhe duke qajt në kompjuter, duke shkru për atë merin që kanë përjetu, që kanë pa në Blac. Cili ka qenë, mund të themi, kujtimi më i veçantë që ke nga ajo periudhë, zotri Azemi, diçka që nuk ju largohet nga mendja? Po ka shumë. Rast për shembull të shoh gazetar duke qajt në redaksi ku kanë ardhur para kompjuterit dhe nuk e kam ditë çka ka, kam menduar se ju ka ndodhur me një familje apo diçka, familje në lajm. Dhe kam shiku për shembull këmbët i ka pas këtë balt, as ka pas kohë me shkond ato, si themi ne. Dhe duke qajt në kompjuter, duke shkru për atë merin që kanë përjetu, që kanë pa në Blac, si të merin e atyre që kanë ardhur fëmijët, pleq, plakat, por edhe një sjellje brutale dhe as pak njerëzore të policisë maqedone ndaj të dëbuarve dhe ata që kanë përjetu Blacën, sigurisht ju kujtohet për këtë çka po them unë. Gazetarët e faktit kanë hyrë edhe duke i shkel rregullat ndoshta, sepse nuk kanë pas gjithmonë akreditime dhe janë maskuar si me shoqata humanitare. Nuk kanë pas të gjithë të kuptohet akreditime, kanë pas disa, por momenti koha deshte që ne s'kishim kohë për dokumente dhe për gjëra të tilla dhe ata kanë hyrë. Fati i madh është që ne kemi arrit ta sistemojmë gjithë këtë dramë themi që ka ndodhur në Blac atyre ditëve, mars, prill, domethënë fundi marsit, me njëherë pas bombardimeve, me njëherë pas 24 marsit e deri te fillimi i prillit kur kanë filluar veç me u shpërnda të dëbuarit në për kampe tjera në Stenkovc, në Bojan, në Radush, në Qegran, në Proshten, e kështu me radhë. Pra ata gjithë këta që i kanë qenë në këto kampe i kujtohen këta emra, dhe atë që dua ta përmbylli në këtë pjesë të bisedës është se edhe sot përderisa po flasim nuk ka një dosje komplete të një akt padije të Kosovës në gjykata ndërkombëtare për krimet që i ka bërë Serbia dhe ky libër ndoshta është si të themi dëshmia apo dosja apo argumenti më i madh i gjithë asaj për arsye se këtu ka prej fillimit kur kanë filluar të vinë njerëzit në Kosovë deri sa janë kthy, madje edhe deri në shtator kur fillon veç instalimi i administratës ndërkombëtare në Kushterin e radhë. Pra është një libër, një material i gatshëm vetëm se ju duhet avokatëve dhe juristëve tanë t'i përkthejnë dhe t'i procesojnë në gjykata ndërkombëtare.